momenti që kur ndihen ato çrregullimet e para, që kur fillon ai ankthi dhe stresi që çfarë ka mu në zorë kështu me radhë, duhet bërë disa ekzaminime mjekësore. Cilat janë këto ekzaminime? Si mund ta kontrollojmë? Unë ju them njerëzve kështu. Gjëja më e parë që mund të bëjmë dhe që është më e mira, më e mrekullueshmja është të rrim 3 ditë pa i larë dhëmbët. Të rrim 3 ditë, pra thjesht i shplaj me ujë dhëmbët dhe kaq. Të rrim 3 ditë pa ngrënë misht kuq, ditën e 4 të marrim dhe të bëjmë një feçe gjak okult. Ky është treguesi i parë dhe më i rëndësishëm. Problematika fillon në fillim si shqetësim e barku dhe derisa zora e trashku është xhepa, në për xhepa mbeten feçe edhe nuk shkarkohen, për shembull që mund të rrinë aty edhe 2-3 muaj. Këto e inflamojnë zorën, që është njëri nga shkaktarët kryesorë. Pra, mosëzbrazja mirë e zorës mund të na krijojë inflamacione, skuqje të zorës nga brenda. Por problematika është nga kjo skuqja deri tek hemorragjia.